ja t'ju jap një gjë tjetër shumë bukur, që ishte shkaku i atij mesazhit, na e bën në xhenetin rrafshta. Tha, o pejgamberi i Zotit, pyetsi e Buhurera, për kë e ke rezervuar ndërmjetësimin tënd ditën e Kiametit? Dhe përgjigja vjen e çuditshme, subhanallahu. Tha, li ehli al-kebair min ummeti, e kam rezervuar lutjen time, shefatin tim ditën e Kiametit për ata që kanë bërë gjunahe të mëdha nga ummeti im. La ilaha illallah. Po mirë, pa ato që kanë bërë gjunahe të vogla, ndoshta ata që kanë bërë gjunahe të vogla s'kan nevojë fare për ndërmjetësim. Po si? Ndoshta u afshin abdesi, ndoshta u afshin agjërimi, ndoshta u afshin. Ka shumë gjone që mund t'i shkatrojnë gjunahet e vogla, po gjunahet e mëdha janë problematike. Atëherë, pejgamberi sa më tha, ndërmjetësimi im, subhanallah, do të jetë ditën e Kiametit për ata që kanë bërë gjunahet mëdha. Subhanallah. Pra shefaati ose ndërmjetësimi që do të bëjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund të jetë një nga gjërat ose një nga arsyet që njeriu të shpëtojë nga zjarri i xhenemit.